ekspresive, gazmore dhe as pak e kompleksuar, Baby G tregoi disa dimensione të saj që në fakt nuk ishin një surprizë për publikun. Liz, edhe ju kujtë me tampon kur danë, në kësim dimu shumë me qenë dhe me të. Pse ti qenë sakrifiku ka shumë për medal tani? Pa ti e budalla ma e madhe në krejt Shqipëri dhe në krejt botë që është dhe në krejt eksistencë dhe në krejt universe dhe në krejt gjithçka. Me një miqësi të ngushtë me Malin, disa përplasje të ashpra me Gretën, me disa lule që i munguan këtë Shën Valentin, por gjetën në rrugën për të ardhur. Baby G na tregon tani gjithsa syri i kamerave nuk perceptoi, ashtu si ajo bëri. Përshëndetje! Mirë se vjen! Një flutur, sa elegante dhe ëmbël ka ardhur Si je? A je mirë? Shumë mirë, ti po duke shumë mirë dhe një tjetër stil komplet nga Baby G. Thank you. Si ndihesh? Unë ndihem shumë mirë, jam surprizuar kaq mirë pse po ndihem, mashallah. Mashallah, nuk marrim sish, pa merak. Në shumë pak minuta që kemi për të mësuar sa më shumë për ty. Për Shën Valentin, çfarë prisje, dhurat, një njeri, një përqafim? Kjo pyetje të gjithë janë të më bësh Shën Valentin, Shën Valentin. Ose nuk, domethënë, kemi humbur ca informacione rreth teje. Po që me thonë, pse s'kam votuar njerëz për me mpa sa më shumë të Big Brother edhe për me zbëlu më shumë. Po jo, për Shën Valentin, une dola nga Big Brother, kam shku, kam flejt gjumë. Vetëm. Pa vetëm, normalisht vetëm. Vetëm, po. Kishte marrë malli për dikë? Ma ka marrë malli shumë, për shoqëri, për familjen, për... Për kë? Jo! Për me drejt vetëm pak, se sinqerisht atje të shtëpia me 18 veta është pak i ngarkuar, so ma ka malli me nejt edhe pak vetëm. Po doja më shumë vota që treja të brëna. Mirë, Baby G, mirë, diçka ndodh. Megjithatë, cila ka qenë jeta jote përpara se të futeshe në Big? Jeta ime ka qenë, kam qenë fokusuar me puna, jam të punu me një album, para se me u fute Big Brother, kam qenë të punu me muzikë, në studio, edhe po me album normalisht e kupton duhe shumë punë. Një ditë e jotja, kur zgjohet Baby G në mëngjes? Unë normalisht krejt varet, kur kam punë, takimet edhe punë, zgjohem nga ora 9-10, lexoj pak, bëj pak meditation, ka njëherë ha healthy, ka njëherë jo, bëhem gati, gjithmonë kam qejfa e kupton stilin me ndryshu, ka njëherë pak ma sportive, sometimes prit shqip, ka njëherë ma girly, dhe mëse ne filloj me takimet, me gjërat që duhet me bë, na i photoshoot, na i bashkëpunim, studio, gym, kam qef edhe me hec, me dal në për natyr, kam qef me shku në për restorante të ndryshme, ushqimet janë the way to my heart. Baby G, nëse do të rihyje në Big Brother VIP, do të sulmoje? Me rihy prap atje, Këtë do të sulmoje, se tani kur ke dal, ke parë gjëra ndryshe, ndaj të pyes. Adi si është, une atje te Big Brother kam qenë vetvetja, kam qenë ajo gocë, kam provuar me qenë ma pozitiv edhe reale, ama nuk është që e kam thënë sa gjëra troq që mendoj për çdo person, atje janë tu aktru edhe për mu duken shumë falso, shumë njerëz atje, bë funditës kjo është loja, që shtu kam vendos ata me bë lojën e Big Brother, edhe e kupton, s'ka mune që me bë, unë e kam vendos si e kam vendos, ata... Po këtë do të sulmoje? Nuk është sulmim, unë kisha shku atje dhe kisha thonë ato gjërë që kam në mendem edhe me thonë mos më bë ti si kur je dikush ose je endje madhe ose se atje bëjnë një farë sikur janë më të mirë se ty, pa atje të gjithë jemi njëjtë, e kupton, të gjithë banorët janë
pjesë e lojës, edhe nuk është ata kush vendosin kush ka medala jo, janë votimet funditës, po nuk është sulmim, do kisha thënë sa faktet që janë, që maybe kur kam qenë mrena nuk e kam thënë. Kujt, për shumë, nuk ja ke thënë si që duhet. Shumë njerëzve. 1, 2, 3, 20 lista. Shumë, nuk du me thonë me emrat, ama shumë njerëz. Ama banori që bën më shumë padrejtësi aty brenda është? Padrejtësi, si tash, shumë janë të lujtë njëjtën lojë. Një duket Rogerti, duket si kur është ma e keqi, sepse ai ka thënë edhe me fjalë të, ai kupton, ka përdorur edhe fjalë të keq. Po janë sa njerëz atje që bëjnë sikur janë mirë, sikur ama kujdes me ato që bëjnë sikur e mirë, ama s'janë ka që janë ato? Zdi, zbëlloni ju. Jo, kjo është vështrimi yt, sepse për njerëzit, për shumë për një pjesë mund t'jetë Rogerti, për një pjesë tjetër mund t'jetë në sytë e tu cili është. Jo, Rogerti është ma i keqin, tojtë se ai lojnë ati vetëm flet, e kupton edhe e thot normalisht, për ka sa njerëz atje që bëjnë sa veprimet si gjarpër. Për kufizimi që do t'i vendosje Selin, është? Për kufizim, do t'a përcaktoje, do t'a karakteri, do t'i vije një emër, po t'i vije një emër, Selin. Selin, aktore mirë. E morëm vesh. Midis Selin dhe Gretës, cila ja ka me hile tjetrës? Me hile, unë besoj të dyjat janë të lujt lojnë bashk, as njëna nuk e ka me hile njëna tjetri, të dyjat janë të supportu njëni tjetri, edhe pse kjo loj janë të lujt se kur janë të përla, qyshka tek, unë nuk e besoj, është tjesht pjesa lojës. Të dyja, pra të dyja përdori njëra tjetrën. Qifti që ka vërtet ndjesi dhe është real në shtëpi sipas teje? Qifti, unë besoj se ka një qift që është real mrena atje. Unë jam një gotë se jam dashuruar edhe e di si është një person kur është dashuruar, edhe atje nuk besoj se ka dashurie vërtet, derisa kam qenë unë mrena shtëpi. Qartë. Dhe je dashuruar në këto moment? Në këto momentet Qa është kjo pyetje? Jo, se doja të kuptoja që në qoftë se, domethënë ishe, në qoftë se je single, a ishte dikush aty brenda që mund të linte diçka, mund e shije me një sy të një djali që po, mund të bëje një muhabet më tepër me të? Shife, unë jam single, po kam një pëlqim për një person. Thjesht një pëlqim, ka, që e kupton e shef edhe okej, mirë. Ama jam single, kur kam hyrë te Big Brother, nuk është që kam pas atë mendje për me lidh me dikush. Qartë, po nëse mund të ndodhte diçka? Zbesoj, se kur ke një pëlqim i ke sikur mendje atje dhe... Qartë, pra, të bënde qa të donte ky, ndonjëri brenda. Nuk të e kisha mendjen jashtë shtëpis. Tani Varë si do të Varë që ka bërë që se I'm joking. Varë si do të sile se për shumë që ose do ndodhin gjitha ato surpriza edhe shprej emocioner si brikenës, pra në që ose do ishte ndonjëri kaq i dashuruar, apo nuk e shetë të dashuruar Mateon? Jo, shife, surpriza nuk është surpriza që e bën dashurie vërtet. Edhe kjo pjesa e televizorit është pak vështirë me besu atë personin që është e bë për ty a për televizor. Është kimia, ajo është gjëra kryesore, nuk është problem sa lullet blen edhe këtë. Është ajo ndjenja kur ti e shef ai personi edhe zemra fluturon. Big Brotherit tënd, do t'i vendosje cilin emër? Për ty ishte pra kjo eksperiencë në Big Brother VIP? Big Brother VIP për mu ka qenë exciting, e vështirë, edhe unë kam qenë reale. Edhe ti ke qenë reale. Jeta dhe planet e tua se ka nisur edhe sigla. Mbas daljes nga shtëpia, cilat janë? Ku do t'jetosh, ku është ky pëlqimi, me qa do t'merre? Jo, unë tani do merre me muzikën, me albumin që jam të punu,
me projektet, edhe rruga është hapur për mu për bashkëpunimet, edhe pse jo në një film, kam qejf edhe me aktru, pse jo? E kam qejf kjo pjesa televizive, me kamerat, me aktru, pse jo? Këngëtare, por edhe aktore. Me sa duket së shpejti Baby G ka një ofertë konkrete apo kjo është thjesht dëshirë? Edhe një ofertë, edhe dëshirë, tani do shohim. Unë të uroj gjithë mirat Baby G edhe ta shijosh të moment tëndin dhe sot përballë kisha një tjetër Baby G nga gjithë përshtypjet e krijuara. Kush është kjo? Një vajzë shumë elegante, buzëqeshur edhe ëmbël. Oh, thank you. Faleminderit. Faleminderit dhe të uroj shumë suksese juve që na ndoqët gjithashtu. Faleminderit. Java sa po ka nisur, shihemi nesër këtu ku ka veç një ftesë në orën 5 Top Channel.